Kë femër i ka rënë ndonjëherë me dorë? Kjo është super pyetje, uj. I kam ra me dorë, bë. Ku marrë mend Po, tani, ku vaj menuate? Nuk ma e mend se kush femër ka qenë, është shok. Se s'ka në gjo mi ra me dorë, e kupton? I kam ra me dorë, ja kam qi motrën, edhe mbyll gjinesh, ose me nej byll dhullini, me qef, aty në ajet pasër. Një kerat, më thënë. Po normale që i kam ra. O Kozak thot pyete pak ujkun, a është e vërtet që i ke shkruajtur tajnës shumë herë duke i çuar dhe foto rakun? Ja, janë mashtrime. O Kozak thot pyete një herë ujkun, a ka çuar ndonjëherë foto nëpër internet nudo me rak në dorë? E kanë pa rakun e ujkut shumë femnë, e kupton? Po bëhet llaf shumë privat, e kupton? Në i selfie, me rak në dorë duke këthy tamam si leve makinës nga majtës ka Ku je o gjujt? Live në emision. Myte herë, myte. Te puna. Po. Aj, ta më zemër. Notën zemër, shif në nesër. Jo, më për. Aj. Ujko. Po Kozako, Po vllajm, tani do vazhdojmë emision shumë të fortë, kam shumë pyetje për ty uj. a të bëj pyetje? Po vllaj. Do më thesh përgjigje. Po. Pyti pak këto jeshajnë. Kush ju qiet më fort thuj? Mami, motra apo gocë xhajt? Uj. Kjo jo i sot. Tani një minutë, kjo është pyetje interesante. Këto jeshajnë ujkun, pyti pak. A i qiet mami në përcel misrit ose motra ose gruaja apo jo? Është pyetje fantastike fare. Ata që shajnë ujkun, a i shihet Po, mami? pyti pak. A ju shihet mami juve apo jo? Po, Normal që bravo. Angelo. Them përgjigje tani. Përgjigje tani. Po, më thuj. Okej. Jam një djalë thot, kam mbaruar 5 shkolla të larta në Turqi. Po të shikoj me vëmendje. Po të shikoj me vëmendje nga Turqia, nga Antalya. Ujk, pse shkallon vlla kur shef darë? Ke psikologjike apo Sepse më tërbohet kokë e rakut edhe fryet si kokë dardhe. Si kam si modrë gjë që shalë. Po le të më çojnë mu darë, se kam problem fare. Ti pse shkallon Jo, kur shef po. darë? Jo, po puno se tërbohet kari, e kupton se më kanë horë mësysh kari ndo që shajnë, si kam qi mamin fort, edhe ka pas ëllimi nga mitra. Uj, atë ka thënë në njerë në një femër. Bolla o idiot, se ma ke quar deri në mitër. A ujk? Po. Atë ka thënë një femër. E ke fut deri Po normal, o ujk. po normal që ka thonë, po tani raku e di vetë aty, janë pyetjet e rakut ato jo ujkut. Ato pyetje i kthe raku llajingës. Po Kozak thot jam ujku të rrikut. Thuj këtit leprit, thot. E pe vetë se çfarë të gjeti të qanë. Po. E, I thuj ti leprit, ta çaj tapën e somës ta bëj si gryk top, jo kurv. Mos ka bërcen nga hekrat e emisionit, po dil nga pordo. se ashtu doli, jo, doli nga hekrat. Po du të kishe qenë të kishe pa e vetë aty. Po Se unë s'kam qenë aty, ashtu u ishte në emision. Ujk, pse të boni aq presion ai tipët atë? Shumë presion boni. Presioni e ka shtëpinë ku zbret dhije me frenadore. Jo, pse e hangër presionin? Ti kjo ishte gabimi, jo që ti e hangër presionin. Po që aj presion, e jem të rezidje. Unë aty tregov vlerat e mia ti më thumë u presion, për ka shtëpinë Tu presion. çumë burr. Ai pse si tu çumë dak, ai pse sa keq tu ka çumë. O, s'kena se më lyte men, se më kanë thonë gazetarët, ngreu bollë ti, më gjara pra mu që po të them. Po pse nuk u ngrejt aty? I bit kishë qajt mu tu nga rote i kom pas për ta therë aty, me sërën qani, do t'a lajshë komplet gjak. Kenar pas kenar, ai ka dal gjujsa ti atë. Me rëp shpije. Po që,
Që gjujtë që vrete Merimonga apo vret Ti nuk Kërmir? reagove, ai reagovi, ti nuk u çove fare. Skenar ai skenar edhe ti dagu, që mos tojnë rrop. A kuptoj që suçu ky. Po lene me ti, o amigo, unë jetoj për qefin time, nuk jetoj unë se që thonë njerëzit. Unë mjaftoj që kam publikun, shumicën, më vlerësojnë. Se që thonë ti për qinqi, se njerëzit dunë skene, a kupton? Jo, ti do t'i shequa, kuptoj se ti ke neci frika cak. Kështu thot Gjoni. O Kozak thot, ky nuk ka reagu, thot fare o burr thot. Ky është trem. Po pse se erdhë ti thuje 200 kiç, vishi çikti në animoj që di. Po jet, ai që t'ka thonë dy o 200 kiç, minus 100. O Kozak thot, pyete pak ujku, nëse do me robot lagmu. Nëse do përballesh ndonjëherë me ujku në Cerrikut, ball për ball, a do ta godasësh? Ja, vetëm do jap i kar fallsëm goj, që ta maj për kap. Tani me këto gjëra që ke thënë, i ke hap luftë drejt për drejt. Po, edhe unë fatikisht kam frikë nga lufta. Si qa thot ai? Jam ujku Cerrikut, Kozak thot. Jam Cerrik. Lema atë varkar se më pritet bisedë, pritet mos ja qiva thyu telefon varë. Ja ujku. Ikër me gjithë Schulz. Ai la dem 3 muaj, ikër me gjithë varkars. Ja. Ndroje temën. Ndroje temën se e. Atë që e ke. Unë gjë. Këto pyetje që boti unë të njoh, a udhën. Edhe ti bose ke atë emisionin dot, po mu nuk prek dot telet kitarës, a udhën. Po, ujka këtë emision kam. Unë me këtë punë hajbuk uj. E di që habuk, po duhet dish si dallosh njerëzit, a udhën, me ndarë. Ofenduse që të shajnë ty s'ka shans që të vinë nga ky telefon uj. Asnjë nuk çan këtu. Këtu vetëm ago. Po lese. Nuk ket intriga gjona, po sharje jo. Kuptoj. Gjoj minutë ujkun. Ato janë skemët si puna janë çani që ka katalogun, se nuk ka as mesazh as jo, po vazhdo temën, hap në temë në dhip, që është shefie që do vetëm kar. Mos më përmen mu vaj karë se këtu barbone që nuk lajnë sumën e lajnë i herë mujt, edhe lebrë që i majnë në rrëbë jabin nga 2000 lekë ne pasërën koshët dhe pjanë. Lemre këto laskarët, se këto i bojnë hije tokës kot, e këto rrëbë shkardhym që rinë du shaj du, të që shajnë me komende. Uha qipsha librin e shpizë, me gjithë certifikat familjare. Qift, ujku, mamin gërmot spilë dhe motrë, gjithë që hëtë seke beratit. Qipsha racën e klyshe kurbësh, keni lind me telefon ke pilë i mamit dhe rini dushaj, për ju qijet motrëm gërmot spillit. Shumë me dalë balë për balë, ju a qit derën. Ju balsamos me nejtë sep kanali e ne, ju ve statuj, o rëpqim. Se përvoni unë, ore këto mikzaj mu. Kam 2 vjetë që kam dalë publik, kam leviz 7-7, po pëse s'dele i pilë rëpshë këto që i duket veti i fort. Pëse s'dele një më rrugët me përvu. Kot. E gjove, boj pytje, rëp shkardhymët që rindu shajt. Pse nuk dilni e thuj, qini e këshu balër fush burvët. Ujka thuj e... I hapa tapa soma si gryk topi, a gjodhe. Ja hap tapën, ja qi pisin e familjen. Kjo është super spray, ju qif shaderën. Kjo është shak. O ja qi derë me gjithë teglë e gjithë si fis. Gaj 18 vjeçari, dërge më i molli që kanë. Okej. Jemi në rënd. Ujk thot, jam e dashura ujkut, Cerrikut. Ai është ujk i vërtetë. Lana bran, ndroje ka temë se na prish ekran e telefon me gjithë lepër, se i nuk la sumën i vjerë, era cjap, ndroje temën, hap një temë pilë. Okej, o Kozak thot, pyte pak ujkun. Jam një gos thot, i kesh që femra ta ke me lesh, apo pa lesh? Edhe me lesh qiet pilë, se tërbohet e rako du duke gjithë grobëll. Ujk, si që thot njona, ujk, a kështë... Edhe leshi ka qef në vetë se e ngrofë rakun. Ko është dimër, me qef nuk ka nevoj për ngrofëse. Kjo është jo pa kuptim me rëpshvije. Mos i bini më kam, nëso vaj. Ju që shani ujkun, ju qif të rusi, gjithë si fisë. Si që ka pas qien veri, ku ishte gjallë gjallëmet.
Kozak thot, ja kam parë unë këti thot, që na bën me këtë rakun e vetë sikur çoçe kafë. Bile kishe drejt. Pa. E uj? Vetëm kokra bolës që është në kao djallë, pesho 500 gram. Okej. Uj, a ke lënë? Jam një gos, thot. Jam në shkollë të juridiku. Kam mbaruar, thot, të mesmen të shkolla Partizani, po tani jam një juridik, thot. Thuj ujkut, a ja ke derdhur ndonjëherë ndonjë femre brenda? Ja derdhësh brenda uj. E baba, puna që po të kështë derë më herë, të kështë dalë nga 3 ujë. E di sa ujë do kishe ujë më le. Blok, o da. Do kishe ujë ku tani e trot ujë mas vetës, kope e ujërët. Koper. Uj, ke meriton të kesh një kope. E baba, duhet të keshe 2 milion euro, po të kem ujë e 2 milion euro. E di e flemenën, e boj... Pyte ujkun, po për filmin, qa po bono, da? Jetu boj film. Filmi do 50.000 euro, kena ko, avash. 50.000 euro. Pa. Qa ti pas më vdek modra, pës nërë telefonit i bëj blok, se më arrujtë në kari. Ej! O klysha kurve, ju që shani ujkun me komende. A të rrulloj unë të ashtit ju fus blok të gjithë dhe tani. Kush i ka raka? A dit ju a qi e mamin për respekt apo jo? Ju që shani ujkun me komende, a dit ju a qi mamin për respekt. Ose motrën, ose nej gru të bukur, noshe keni nej gru që flije. Si doni. Ju a qi rëp të shpis, ju a mush atë stomakun vetëm me barut. Barut që ka pëzbojnë verë hoqë. Ku ishte gjallë, a i burë shteti, ju a qi, ose ju a mush barkun me sperm kari. Me motra e gra që të keni, ju a qi fshab, fisi, no fisi shkërdu. Plodhesh duke qirë, po. Këto që më shajnë me komende, pësë të lodhe më, do i qi rëp, e 4 fisë që të kenë. Po jam uj ka burë, se nuk fitoj gjo edhe po t'i qeshëm. Që do fitosh? Po t'i qi bra për respekt. Prap do të Ty duhet me qi mami që të thonë bab. E u do se, i rëp që të shakot, o me ja qi motrën, e të gjithë si fisë. O kozak thot, thuj pak ujkut. Myllë këto komendët, myllë si ja qiva rëp, myllë komendët vare. Myllë mërë se i qiva motrët. Myllë komendët vare. Mos qoni më dardh, tani qoni dardh sa dosh. Ujko. O kozak thot, duhet e ujkut që nuk duhet t'jesh shumë tipi i varur, mbrapa diçkaje, mbrapa një shenje që është thjesht një shenjë dardhe. Nuk duhet varesh. Jo, janë të shajt me mesazh, o shok, a e lexo mesazhet e bë? Jo, mesazhet si kam pa. Ato komendët thash mesazhet. Jo, ti hapi ujk se ata nuk shajnë. Ti mos i shaj o burr. Në rrëp shpije, po i shave ata fiksohen në ujk edhe të shajnë. A kupton se tonë më shave. Po du t'ja qi mamin ose motrën për respekt për ato që më shajnë. Edhe të më thonë bab. Hajde bab ujku. Bab logu moll. Së normal? Që thot njona, jam një drejtore shkolle, thot thuaj ujkut. Jam me shkollë të lartë ujk. Thuj ujkut, thot, qa faj ka nona dhe motra, se është ai pallkari, nuk kam faj ata. Po mirë, apo këto janë mirë që shajnë familjen time? Po mirë më vaj, Tani ai si bëhet? varikars, ai që shanë është varikari, pse do tani mos hyrë ti si ata. Po, miku Zari pra, kupton? Le ujk, e parasysh se këta kaq dun me ta caru që të shash ti dalësh nga vetvetja. A kupton, këtu mund të ketë në i gru, mund të ketë njerëz familjarë që na shohin, a kupton? Vetëm Po mirë na e bojnë halal dhe ropë të mirë, po tani un kam gjak. Nuk kam boj këpucësh në trup, e djove, lexoj komendet që të më shaj. Po ne të blokoj komendet. Po pra po jo, asnjë vetëm kanë çu, vetëm darë. Po lene më, lexoj me komendet, lexoj, o shok, ke sy mbalde për lexoj komendet. Që që atët? O kozak thot, ky vodhi dardhat e kelit.
O kozak thot, ky s'ka lënë pemë dardhe pa vjedhur. Ke drejt. Ana mamin ta kom qithuj. Për respekt. O Po kozak, mua ty ke bydhë dardhës. e thot, Sa ty e kishte qefin, në hijet. shisha thot, o kozak, ky thot mori dardhë atëherë dhe bëri burg. Qa shkëllatash janë. O kozak thot, ka marrë dhe dardhë edhe në fjerë. Po. Ka ish deshën dani. O kozak thot, ky I ka vjedh ato dardhët me rëv shpije. Po mire, morëm vesh dhe ti këtë vjedh. Okej. O kozak thot, pyte ujkun, a I ke shkuajtë ndonjëherë Windit ujk? Me që më pyte për Windin. Ja. Asnjëherë s'ke shku. Po pse duhet me I shkrujtë? O kozak thot, pyte pak ujkun, kë pëlqen nga femrat e përputhen? A ty ke përputhën, vetëm aja që është si mushk veni. Kush është ajo mushka? Si ka emrin? Kush është mushka? I mushk është dhe? Se di, si ka emrin ujk, që ta përshëndesim edhe këtu në live. Ku e di ose aja flok zezëve, ku I kam pa në herë që më dalin du. Melisa. Ku e di ose ka aja flok zezëve, aja që është ja 2 metra, 1,90. Ana. Nuk e di se ka emër bre. Kelm. Ledja. Anti Bejba. Ledjana më duhet, Ledjana. Ajo si kalëvur. Apo Mushk pra, ajo mushk. ujk thot, a beson të femrat e vjergjera? A beson se ka femrat vjergjera ujk? Ka e si s'ka. Ka dëmë thot. Ta. O ujk thot njoni, po Olca Muhametin, a e njef Muhametin, Ja. drejtusja emisionit. Aja ka borë më duket e. Mi, Bora, s'ka gjë. E po Bora, në njef pëlqen Bora ujk? Aja është 2 metra, aja është super lip. Është e mirë dëmë. Pa? Okay. Ujk, cila femër nga artistet të pëlqen më shumë? Nga këngëtarët, kush të pëlqen? Kush është më mirë, për kush këna më mirë? Kush këndon më mirë? Edhe, po jo tani, edhe si pamje. Kjo është më mira? Po. Tajna është ekzemplare fare. Tajna ke fiksim, Tajna është si pelë ata. A e ke pa që trupika? Si pelë, tamam. A e ke pa njërë pelë ata jo? Është edhe ajo, Ronela Jadi. Ajo është si kalë ata. Është shumë e madhe. Ajo është mushk, amigo. Okej. O kozak thot pyte pak ujkun. A është e vërtet ujk? Që ti kur nxefësh, thyn shpinë ata. Je shumë I rrezikshëm. Bim, bam, thyn shpinë. Kam pa I video që ke thy shpinë ujk. Vaj me kajnë të kalume të arrume, kam thuje I tavolini karriga. O ujk, a ke ngrënë ndonjëherë në plazh dardh? Po, Ke ngrënë? edhe pil mrapa. Se mërzitesh në këto dardhë ti, pa pam. Jo, nuk mërzitëm jo. Thash po pra, edhe pil mrapa. 3 leqe. Bravo. Ujk, tani do të kërkoj ndjes për diçka, po duhet të më tregosh të vërtetën. Edhe nuk do mërzitesh. Ujk. Ata qifsha grun pil dhe jesha nga ropë të shkardhefsha motrën. Lere, s'ka gjë, le të çaj, s'ka problem. Gjë ujk. Le e burr. Të qifsha motrën gërmot s'pillit I jesha ujkun, ta qifsha grun. Çfarë është gërmazi I pillit të ujk? Se unë nuk e di. Gërmot s'pillit është kanali pillit dhe qazët. Ku jetim gjumë jetësi? Qa loti, ujk. Lutem. Ti qekem gjumë duket. Në gjumë, pra në gjumë. Ujk, do të kërkoj një nder, apo du të më shpjegosh diçka, du të më shpjegosh seriozisht, po jo të nxefësh. A kupton, tregosh të vërtetën, edhe këtë muhabet neve ta ndajmë. E ke parasysh, mos rrim të merremi prapë me këtë muhabet, a kupton?
Kozak. Leni pyetje vari karin kështu për hap në temë tamam të thosh, jo. Ujk, është super pyetje edhe për t'i vënë kapak, që të mbaroj ky muhabet, që mos zgjasi mua, të vazhdoj prapë ky muhabet. E ke parasysh? Ky muhabet mbyllet këtu, po ta them unë këtë. A më gjon? Ujk. O amigo, turit zoti. O Kozak thot pyete pak ujkun. Seriozisht, i more dardhët e Keli. Thuhet vërtet. Jo, Keli i ka marr mamin i Xhiro, po, e pranoj. Ky ka bërë burr këtë për këtë çështje ka bërë burr ujku thot. A është vërtet ujku për dardhët? Ujk. O Kozak, ti do më na vun tani në provë apo do më na provoku? Ujk, unë këtë punë, ujk, unë këtë pyetje. Po lana atë punë bra, ai që të ka thonë ty, më rob shqip. Ka thonë ujku thuj të qifsha motrën e fisin, edhe thuj dil. Më kanë thënë shumë dil më rrugë, dil thuj ball për ball thuj. Keli është njëri thonë që ka një dyqan aty në Shija. Po le bra mos lexo këto ropshim që shkruajnë do amigos se janë falsëm, jo shokun. Ja, shifi vetë komente, se mos të thosh se i shpikon shifi ku i ke. Respekt dhe turit zoti amigo për laçin. Skifter me laçin. Zoti trujt o ujk thonë, ja, shifi vetëm komente me hajde një të gjithë dardha thot njëri. O Kozak të thuj ujkut kur dhe vinë korç thot njëri. Po në korç ujk, pse s'ka shku? S'kena pas kohë. O Kozak të thuj, o Kozak të thuj ujkut jam Qemali. Ta qifsha derën. Ta qifsha derën. Qa ka qenë Qemali ujk? Janë do ropshim që shanë me adresa falzë. O Kozak thot, çisha thot njëri, thuj ujkut sjedi legët që ka marrë poshtë e dyqani. Kush janë do? Kush janë do? Jo, që ka mesazhi vërtet. I ke marrë njën lek poshtë te dyqani da? Po pse, ka ngel ujku për lekër? Jo, po ujk, gjithë ngelim, edhe unë marrë. Kur ngel marrë. S'ka tur. Borç merr dhe mreti u. Çisha thot? Më ka 2700 lekë thot një paketë slims. Shkoj qiu bone lekë rrot kari. Sa mirë di ka dhe çmimin e paketës, që ka ekzemplar. Okej. O Kozak thot pyete ujkun. Kur hap syt, çfarë bën? Ta hap syt ujk, çfarë bën ti kur hap ujku syt? Ujk. Mbjen lekë të borxhit thot njëri. Lami thot. Ujk. Është një lam, nishi, 2 viza poshtë bë, më jep lekët që më ke borxh thot. Po, hajde se ti jap ujku. Ku do t'i sjell? Do t'i sjell ke shtëpia? Po o amigo, mrall parë herë, sona ke bo gabim më të modë që ke lexu këto mesazhe, të komentos se mesazhe. Edhe e dyta, i minut. Ta kesh parasysh. Unë të respektoj se të kam taku më dirone me ato shok që kena net nuk po qis emra, por vetëm dishi jo me ujkun, jo ti as në një dërim sot sa jem bo ka 28 me vuna im loj, nuk do ketë shonë, ja ti sjarëm gjonë në dumë gjëgdu. Po, në që e vazhdo. Me vuna im loj mu, nuk ka bët le 2 sa të kem jetën, 50, 100, 70. Tani, këtu unë të foto, ashtu u foto live, jo të foto live, se u foto live, jo të foto për respekt. Unë të qi famën, të qi Instagramin, edhe këto që më shajnë du me komende, më gjojnë me vëmendje. Unë jem nga një që e them tu live 4.000 vetë, kush do që më shak tu, edhe që
komenton si mas qefit pille dhe rëbët vet, më thot kur ri, ose kur të vinë takoj, o do ta mush me sperm karin goj, i sekund, o do ta mush me sperm karin goj, ose do ta mush me barut, që ka pësbo ushtria në të ko. Të lyp në zjelin, ja ku janë tu 4.000 veda, ja qi motrët, rop, grat, motrët, e që të kenë. Ti je tip që të shënë rop mesazhe, provokoj ujkun se ujku di ik zari. Unë të ble me qenë 100.000 kilometrë në rësin, jo këtu që jem dritë që të shof direkt, po të losh vete e dojë diku që të bërë. Unë të thëj, o të zak, i sekonda, gjobra i minutu, mos i ngatrom shëjtnin me Instagram e rrjetet sociale. Unë nuk kam shane. Unë, i minut, unë jam nga ato burë që unë rri me trime mafios gangstera. Unë nuk rri me këshu laskarësh që rrin du shajtu e me këshu quna kurvësh që i qiet motor e mami në përcepet të rrugës. A jo, i minut. O e se no, po ja kam qirë rop të ku i kanë e fisin, e ja qifsha gratë ku të mërton, e lisën e dasmës, ato që më shajnë, ato që më keni notë. Se nuk është mua betë këtë, vetëm ti shash, leri, vari kari. Po do i shajnë, normal që do i shajnë, se janë të më shajnë, normal që do i shajnë. Do pra këtu. O, miku im, i minut pra, më gjo këtu, se u futëm lajë për respekt, me hap në temë femnësh, i nga trum gjonët. Mos i nga trum dollarin me karin. Më gjo pra mua, i minut. Mos merë ato komendët që shkruajnë njerëzit, se unë ja qi motrët, ja qi mjetë reale, se unë i kam lo provët, e gjove. I kam morë mes ditës si delet për para. Kështu që, po desh në një pillë rëpsh, në një që i duket vetja i fort nga këto që më shaj, ndalim rrugët. Ti nuk s'ka shajt nga këta, ti po shan kot. Po në mërtis s'ka shajt dhe një, pëpse, nuk lexoj komendët të si s'ka shajt të. Që të shajt to? Po me shani kalamat, pse? Ora, ku të përmenin to, familjen time, me shajt familjen time, duhet lajnë pillin e motrës e të mamit që ja kanë qia më short, për cilët misër, dhe gjove. Se e shumë fjallë. I minut, më gjobra i minut du, unë vin nga i familje që jam rrit me kulturë, disiplin shqiptari, kurse këto motor qimt, që i qiet gruje e motor e mami, ja qin hamshor dhe në për cepët palatit, e në për parcelet grunit, kur rinë të ropqim, këto nuk e kam për turp, këto janë ratës kurvësh, edhe kurvët do vdesin dhe se të keni jetën. Unë cosh, unë këtu futëm live për respekt. Unë qi, imi në bë, jo, mesazhe janë goca. Lene, nuk duha si mesazh fare, më gjoj minut shok unë du, qofë se do me netë dhe mu shok. Qofë se ti do fam, i bi me myllë me ujkun sone. Unë nuk futëm, pa më gjobra mu këtu, unë të qi famën, të qi Instagramin, se unë i thyj të ne e djove, i bëj 700 sobër, unë roj vetëm për burni, për ftyrë me këtë tokë shqiptare, nuk roj për famë, unë të qi famën, që du famën nërë? Pse, për famë rëzi? Unë si jam Amerikon, në shok, kom flamur shqiptare, më si nga trom gjonët, bra, është shokuim, gjo për mu du. Bravo. Uj, tani të ndryshojmë këtë mua bese, vetëm shak. Oe, i sekund, mos mbo pytje që me i bo qefin ty ropqimet që më shajnë do, gjove. Asë një nuk shanë, po mos i thë. Po lene pra, si nuk shajnë, po pse nuk i lezoj komendët që shajnë, janë 20 veta. Janë 20 vetë që shajnë, a i 20-30. Mi thuj ema se i heqë unë kushdo që të shajnë. Oe, nuk o nevoj me heqë fare, se ja kam qirë ropë, se s'ma hakaj, nuk tremë për këtyro. Këto tremën nga unë, jo unë nga këto. Se unë i qi motrën e gjove, unë tek pullëri, leviz gjë Shqipnin. As kujtë si kom ram qaf, në një nuk shaj kot, as i njëri nuk talë, Bravo. Uj, tani ta ndryshojmë këtë mua besë nese e prapë në emision. Tani kam dhe 5 mesazhe, janë mesazhe të mira. Oje, njeni mesazhet fara ta ndroj me këtë temë. Ndroje temën, din me në temë ta më gjove. Mos i boj kjevin tyre. Po i myll fare komentet e këto 5 mesazhe të fundit që ti lexoj për shef, okay? Mesazhi i parë. Ujk, Anxhon. Myllë për komentet, myllë. I ka myllë. Ujk, aja ke futur ndo një femër në bëth? Nuk e përballot do të ragun.
Nuk e përballoj dot. Ujk, nuk duhet të ndikohesh thot njoni nga komentet edhe të shash, pasi ka dhe njerëz që të ndjekin për qef thot. Edhe pse duhet të ngjojë ai të shaty. A ka kupton ujk? Ka fiks. A kupton? Tani ka njerëz që ty duhet me të pa për qef ti fillon të shah. Ai ti thot shak. Po migo, Gjogo. Për njerëz të mirë, bëj gojë. Për njerëz të mirë, për shqiptarë që mu më duan edhe më respektojnë, unë kam respekt, edhe gjithmonë i kam respektu, zoti llof shnet e jetë, shqiptarëve që janë njerëz tamam, që nuk shajnë njëri kot me komende. Unë këtu po flas për këto motor shkërdhym që shajnë tjetrin nga familje kot pa lidhje. A kupton? Po. Sepse parnaj them ujku, e them edhe kam thonë. Parnaj duhet edhe herë ajo kohë, sepse ky Instagram kurv e këto rrjetet sociale kanë shkatruar gjithë brezin shqiptar, flas për njerëzit që janë me gjak shqiptari, jo të që shajnë tjerët kot pa i bosi jo. Flas për shqiptarë që punojnë, jetojnë, e shohin jetën e vet, nuk merren me jetën e tjetrit. Kurse për këto pilla ropsh që shajnë tjerët ose shajnë, po e morë ke vetë ime që shajnë ujkun, kot pa i bosi jo, tyre duhet qi familje si që ka bëzbojnë veri. Okay. Jo vetëm atë një minut, jo vetëm atë si individ që shah, po duhet i qish gjithë familjen. Domthon çka ka familja, trungu familjar. Nuk ka qenë budalla Enver Hoxha se ky popull do dajagun këtu masvesh ose tonë në Kacorrës. Nga bari tha digjit i njomi. Kjo është shpreh e vjetër. Kush është bari i njom? Ngjo mos fol. Bari i njom do të thotë janë shqiptar, njerëz të mirë që punojnë shohin jetën e vet. Kurse bari tha që djeg barin e njom janë to spiuna, këto klysha kurvë, shto ropqim që rrinë merren me jetën e individi, që as i ka qi motrën, as i ka shkërdhy grun, as i ka hongër bukën, e të gjithë të tjerët në radhë. Ne shqiptarët, pranaj nuk bëm përgopi, nuk hecim para, sepse ne sham njëri tjetrin. Ne nuk duam shqiptarin. 3 milion shqiptari janë, o turp. Shash tjetrin, kot pa të bosi jo, kjo me t'i gzari. E në thonë pasaj, jo u vra këtu, po u vra atje, po kështu pra vritët të robi. I bi me e pa në i tani më rrugët me i qirë, me amush edhe grop në somës, vedhe me gjoja, e u vra, po kështu pra vritët të robi. Si po s'vritët të robi kështu. Del tjetëri pjellë robi kështu të shanë. Di që thonë, o mik, e di që thonë shash tjetin kod nga familje. Pa të bosi jo. Merë edhe ka vetë jo dhe, për ti e merë me të qeshme, nuk i di se ti unë të kam vore, ti se ke problem për shajnë shumë. Jo më që s'ka pjellë motra me më shamu, po unë nuk merem që të shanë. E di e bravo, ti nuk i verë e, kurse unë... Ti i shikon, po unë nuk i shof komentet. A ku të nuk ja fare rëndësi. Po tani, më shko sy u bra se ka njerëz të mirë që më përshëndesin, më respektojnë. O vaj, ku shan hiqi? Hiqi, por. Do të qaj hiqi. O miko, nuk do rrit i boj hide adresët falcora, se i kam bo bloka edhe njerëz të mirë, pa i bo si jo. Se ku e diu, ku boka hide një, boka 3-4, u bëshën edhe njerëz të mirë, jo i njof. O uj, pëse shofu do të live ty, ku di jo, shivu i kështë bo hide. Psi kam bo, janë ca ropqim që shajnë, që unë nuk jam vlen, pëse duhet blokoj adreso. Myll komendet, ose mos më dilke pyetjet që thonë këto. Ky millet, i minut, ky popull, ose këto njerëz që shajnë i artist shqiptar që si ka bosi jo, ty duhet me i qi grun që të thonë, ose mami që të thonë bab. E ke patit shaj tjetër kot pa i bosi jo, për këtu në Shqipni për no. Edhe thonë pëse shaj ujgu, për ka më dhun gjake. Lezoj koment shaj tjetëri nga familje, kot pa lidhë. Pse? Pse duhet shaj tjetëri? Pa e di,
A e di që nesër pas ne mu takosh më rrugë. Unë e kam deklaruar, e djove. Po. Edhe nuk ma hakari, sa të shkujt. Unë kam thonë, pa e qi rop në njonit, por nuk e di se kush dhe ketë kismet. Që do t'ja qi rop, do t'a le histori që t'ngelin si që ka të t'ngel 97-ën. Se kush do e ketë rizgët dhe, nuk e di, se këto janë motor qim, të gjëshajnë, të kena adresa falco. Këto nuk t'vin më taku, këtu i qijet motorë, të janë trimet të stjere, të shajnë vetëm telefon, se këshu balë për balë të të morin karin ngoj, tule në tu para karin, e të thonë falë. Oke, ujk, se është duko mbyll live për 2 minuta mbyllet live, ujk, unë kam dhe ca mesazhe, edhe 3 mesazhe du t'i lexoj shpejt se për 1 minutë e 50 sekonda mbyllet. O Kozak thot thuj ujk, ti je shumë djali mirë, thot. Po nuk ke pse bie e provokimeve të njerëzit. Njerëzit ato duan që ti ta acarosh. Po tani, ora unë e di, atë prapë, nuk e di, nuk ma lejo do të gjaku, që lizët e gjakut, ku shofi komendu du që më shanë. Se është gjo e ronë, shatë tjere kodë nga familje, pa i bosi gjo, apo jo? Normale, pa ne themën, ti mos i shaj, le mos i shaj se nuk të shajnë mo. Në gjo Kozak. Nuk fito gjo ujk, me të shame, me të bëme, a kupton, ka dhe njerëzë, për tani qefi rob në atëshmeni këtë, vetëm shanë. Le, unë nuk shaj, bi, le i varikari. Duroj i herë, herë pushojnë. Po shaja se, për mu familje është gjo e më shtrejnë, u të qi famën, ta qi Instagramin, ta qi telefonin, e qenë do që më intereson mu famë para familje, zë shok. Fix, bravo. Ujto tani është duke unë të du nesër në emision, ka për të mbyll live, jo shok. Për 20 sekonda mbyllet, unë të du nesër prap në emision, po du t'jesh me dritë të shof. Okej, po, pyetje me spec, sonë kom të liru për respekt se do... Jo, kam të liru, të lash vetë, se të thosh 2 jetë, a mom le, mu më pyetje me spec më zbosë, unë jem tip që... Jo, seriozisht nuk do të bëjmë pyetje me spec, se ti për titesh... Tani, në qofë se ti je interesum për famë, unë të shi famë.